Gjykata e Kavajës caktoi masën e sigurisë arrest në burg për 3 zyrtarët e autoritetit rrugor shqiptar të akuzuar për shpërdorim detyre në lidhje me vendosjen e barrierave pranë vendit ku më 6 maj të këtij viti në një aksident automobilistik mbetën të vdekur 2 fëmijë të mitur, 3 dhe 5 vjeç. Në të njëjtin aksident u plagos rënd nëna e tyre ndërsa foshnja e saj 18 muajshe mori plagë të rënda. Gjykata caktoi masën e sigurisë arrest në burg për Dritan Fezon, drejtor juridik, Bib Gjomakaj, drejtor rajonal, si dhe Lek Tushën, drejtori kolaudimit dhe cilësisë pranë autoritetit rrugor shqiptar. Pezo dhe Biba akuzohen për shpërdorim të detyrës pasi nuk kanë zbatuar vendimin e gjykatës administrative të apelit për vendosjen e barrierave në një segment autostradës Plepa-Rogozhin pranë fshatit Qerret. Ndërkaq zyrtari tjetër Lek Tusha akuzohet se ka firmosur marrje në dorëzim të këtij segmenti rrugor, kur ende nuk kishte përfunduar. Në këtë rrugë një kompani e shitjes me pakicë të karburanteve kishte aplikuar për mbajtjen e hapur të lidhjes autostradës me rrugën dytësore. Kjo do t'i mundsonte më shumë klientel kësaj pikje të shitjes së karburanteve. Gjykata kishte vendosur hedhjen poshtë të këtij pretendimi dhe se duheshin vendosur barrierat. Shkak për nisjen e hetimeve ndaj tyre u bë aksidenti ndodhur të shtunën e 6 majit, kur Silvana Negollari, 24 vjeçe, nënë e 3 fëmijëve, ishte duke udhëtuar me mjetin e saj Mercedes-Benz në drejtim të burgut të Rogozhinës, ku qëndronte i paraburgosur bashkëshorti i saj. Për shkak të humbjes së kontrollit, gruaja u përplas me trafikndarësit dhe doli nga rruga për shkak se mungonin barrierat mbrojtëse. Sipas ekspertëve të prokurorisë, nëse barrierat do të kishin qenë të vendosura, pasojat do të ishin më të vogla. Pikërisht për këtë shkak, prokuroria ka marrë në ndjekje penale 3 drejtuesit e ARSH-s.